është i onës 3 vjeçit. Me bjemën nuk e di, kur e ka marrë vesh gruaja ma u të merru krejt, edhe i ndryshoj fjallë, se e pa gruan çfarë gjendje. Erdh gruaja, jo tha, unë po tham tha qysh ju ka njoftu tha paraprakisht tha drejtori klinikës, ai njeri pa shërb, ai e konfirmoi ma shkurt e shqip që vajza ka vdek në salë të operacionit, qysh e mani fëmijën e vdek në aparatura, qysh e mani fëmijën e vdekur në aparatura kur fëmija është i vdek bre? Qysh? A i dojke me thonë, qysh e mojnë këta njerëz pa ndërgjegjshëm këtij veni. Kjo është merve shka ndodhë të na. Kjo është krim kundër njerëzimit bre, hej. Unë nuk po muj me marr me mend qysh mundet një njeri që i thot vetit prind ka fëmijë dhe vet, po zoti në fëmijë mos e provov, se që më ka provu mua, po e provov zoti, ja pruv zoti qysh mas keshti, e përjetov ai si person, si individ, pa marrë parasysh kush e ka bo ato. Inshallah zotin komendur sa ka ta jesin, komendur meqin. A fëmijë, ty bestikfar nuk kam qef fëmijën, mja gjet, si jam menojt, as një fëmijë këtij vendit, që fëmija është i shet, fëmija është i pashër, është i pastër si loti, fëmijë nuk bë me prej kërkonin. Si person, si individ që kanë bo aktin, Zoti ja pruv komendur meqin. Mas mushin për nevojat veta me egzistu. Po të kalzoj që të. Shpresojmë që ky rast do del në dritë dhe do të shifen krejt gjithçka që ka ndodh, edhe tjetë rasti fundit që ndodh në QKUK. Shfrytëzoj rastin të shprej ngushëllimet ty dhe familjes tuaj, po megjithatë ti je i thyer, i lëndum, i mërzitur, po nga ky deformim i shputës ke edhe djalin, që tani djalin veç ke arrit me dërgu në Itali për trajtim atutje. Po shfrytëzoj faleminderit për ngushëllimet, edhe shfrytëzoj rastin që bëj apel gjithve kush ka mundësi bake, me ndihmu qëti fëmije, mja kry qëtë operacion, të 2 shputat e kon vëllai ka, po ai ka probleme edhe pak ma shumë se me shputa, edhe shpresoj që ka njerëz vullnetit mirë, edhe uroj që të paktën bizneset ta marrin pak seriozisht, ne të na ndihmojnë, se nuk muj m'ja dal, nuk muj unë si familje, nuk muj me përballu shumës ofër 28.000 euro shuma, 27.884 euro e 71 centi, që shtu diçka është ma konkretisht. Edhe nuk ka mundësi bake. Po megjithatë djali është në Itali, tash pret që të futet në operacion, jeni në fazën e grumbullimit të parave apo se? Jemi në fazën e grumbullimit të parave. Unë lëz Zotin mas pari t'jenë gjithë qytetarët e këtij veni t'jenë me shëndet mirë e me vullnet mirë, që t'ja mundsojnë fëmijës tem me kry qëtë operacion, edhe lëz Zotin kur mos nifsha për rastet tilla smut, edhe uroj që to çka ka ndodhur me paraprakisht me vajzën time mos i ndodh asnjë qytetari i këtij vendit, edhe ata që kanë bo aktin
ata që kanë bo krimin do të me marrë dënimin e meritum. Une i losë prokurorien që ndërmer masa, mos vjen të ejtë e ma e keqja, mos vjen të ejtë e ma e keqja, si prind i losë, mas alojnë me një fjallë me thonë dorë teme me kry, me vendos ligjin ose drejtësien, se vonë tani bëhet, shumë vonë bëhet. E mos dalin me dhonë deklarata kur dje puna dhe të me e keqja me thonë se s'kena marrë masa, sikur që kanë bo para prakisht, kanë dhek njerëz t'i venit, me faj e pa faj, edhe e kanë pru momentin se shteti për që ta është, shteti du të me marrë masa, ke kushke, pejgamberi qoftë, du të me marrë masa, jo me lonë, une jam me vujtjet, gjithmonë e jetë, une publikisht për thëmë edhe këta, bashortja nuk është gjendje më të mirë, është shumë gjendje tronë emocionale, aja ka cilët, emrin mja përmend vajzës, aja veç e kap vaje, e kap mërzia, e kap stresi, edhe për çat arsye, e ka marrë një rrugë, ka gjatë lartë me shku, me trajtu fëmijën e vetë edhe temin, me trajtu në mënyrën pak ma profesionale, pak ma njerëzore, edhe mja kry qëtë operacion, edhe i losë gjithë qytetarët e këtij vendit. Sa do pak që kanë mundësi, ofron janë mbështetjen, se në tarmen nuk i dihet, Slovakia fëmija janë bëhet minimu komplet që ti shteti, e komplet që ti mileti, uroj që mos i ndodhë rasti që më ka ndodhë mu asë një njeriu. Edhe kështu, baki para tyve kamera, e falemderoj përjetësisht bashortën time, përjetësisht. Aja është një gru shumë e fortë, është një gru shumë e fortë, është shumë e qëndrueshme, është një gru që u konë gjithmonë kraj djathtë i jemi, edhe vazhdon tjetë gjithmonë kraj djathtë i jemi, edhe e çmoj për heroizmin e sajna, për sfida që i ka kalu me ta fëmijë që 5 vite tek nena, me një vëlla që e kam me sindrom Down, për kujdeset për ta, për kujdeset për mu spaku, për veten, po aja shumë një gru shumë e qëndrueshme. Edhe do të thotë ke një vëlla me sindrom Down, po. Pastaj edhe dy fëmijë me vajzën që është dashur me ju nejt gati, me vërtet një sakrificë e madhe. Ka gjatë sakrificë e madhe, me 150 euro baki, i merr vllavi penzion. Është me sindrom Down shkallës parë. Tashti e ka marrë bashortja kujdestarien edhe prej gjykatës themelore të Gjilanit. Do me thonë me vendim prem është për, do me thonë kujdestare që e vllavi tem. Aja me tesha, me gjithë shka sa i përket, aja kujdeset për ta. Për omët, hiq ma larë ka qenë në fakt të premten ka arë prej dajve, vllavi, e këshyren edhe dajte me, i falemderoj publikisht, e këshyrin, e nderojnë, e respektojnë, e shetitin, të premten bashortja nuk ka qenë këto u shku për një Itali. Si u hijo bake, janë nisi me kajt, ku është Aninja? Se së një thot në emën bashortës Albina, i thot ku është Aninja? Thash ka shku, e ka qu në gjuhën e vetë, unë e kuptoj, thash e ka qu azemin të mjeki, me meki, jo, tha të me meki, tha të hoxha, tha, dhe me që sikur qiken
ta mysin djalin në ato në gjune vetë, edhe ja nisi me qajt, promët, me nëzhe kom pajtu valla, kaj, e lypke edhe djalin Azemin, djalin tem, e lypke edhe bashortën, se o mësu valla, mja këthy një trobok, dhe ja ktheva bukën, ndryshe Izmetin, e sejna, edhe tari po ka probleme edhe urinare. Ka shumë problem me më kujdes për to, që që jo marrë në emision, e kom lonë të edhe një vlla e kam, edhe ata peceki është me kancer, u diagnostifiku në vitin 2017, ka pas kancer maline e ka jek një 4 e lukthit, ta është i ka kalu në onën e sipër me në fët, e ka kryo dhe ato një intervenim, mjekte shumë të profesional, ja kanë përkut nerven këto të krahut, 3 vjetë në për fizioterapi të nga, qa që mjekti kemi shumë të mirë, edhe ja kanë përkut një nerv, vllavit, aja është me smundje maline, edhe shto që kjo është fati i këtij vendit, fati i jonë që pasojat i vujmë, ata i bojnë, na i vujmë, edhe se kur të vjen mirë, unë pelavdoj një doktor në Gjilan, është veprim Presheva, e kom prej komën për Rafael e këto, kom prej që të komën më në kles në gjunit, të djathën me motor sharë. Po atë ditë bashortja ime mas t'i shkohën, mas kishten aja me mu. Afer me unë sot s'ishna. Sot nuk ishna. Aja ma ka dhënë ndihmën e parë, ma ka lidh komën me atë desh gjampere pej trupit, ma ka lidh komën, se u hap koma që s'më shamon me lëviz. Edhe varë që ky vllavi me vetur më ka marrë, më ka qunë në urgjencë Gjilanit, për fat temin të mirë, edhe se kum njohë paraprakisht, veprim Presheva. Ma ka kep komën, ma ka kry operacionin, ka thonë Fidan 90%, ku më mundu me ta bo komën që shka qenë nuk monët, me ndohë po paraprakisht 70-80%, dej 90% ka gjasa, së ne këthen, së ne lëviz bashkë asi. Falemderoj Zotin, ato sot me pa komën teme, rreth është e prejme, e kept është, edhe fal doktorit shumë profesional, sot heci, punoj faltina, 6 muj ditë kom nejt, rat kom nejt, për nevojat mija s'kom mujt më quë. Vëgarit e të veç që shtu kom dash me majt komën drejt.